nuk duhet të harrojmë në të botë çfarë bën Jezusi për ne. Do të thashë çuni të madh, duhet mësosh në jetën tënde o biri dosha që mos të harrosh disa gjëra në jetën tënde. Sepse njeriu nëse harron vëzë të dashur disa gjëra me shumë rëndësi, do t'i humbasë në të botë. Edhe mirë të humbasë diçka toksore, se Shubek Ahmeti kur I thonë se s'do marrë diçka me vete, por të humbasësh diçka që llojesh vëzë të dashur është diçka e hidhëruar, e diçka që do na kushtoj. Prandaj të mirave mos të harrojmë kur dashurinë e Perëndisë. Falenderojmë Zotin për juve, lutemi vëllezër të dashur, mos të ndalojmë duke kërkuar Zotin, mos të ndalojmë duke ngushëlluar njëri tjetrin, veten tonë të parë, por edhe njëri tjetrin vëllezër të dashur. Nëse sot je I fortë, nëse sot je I fuqishëm, je mirë, ngushëllo, jepi forcë vllajt që është pranë teje, sepse nesër mund të jetë ai fortë e të vi të ndihmojë dhe ty. Jemi gjymtyr I një trupi, vëllezër të dashur. Gjaku I Jezu Krishtit qarkullon ndërmjet nesh. Si gjaku qarkullon në tërë gjymtyrët e trupit, që të jetojë çdo gjymtyr, e njëjta gjë vëllezër të dashur, gjaku I Jezu Krishtit qarkullon ndërmjet nesh, na pastron, na shënderon, edhe na bën të denjë vëllezër të dashur, sepse vetëm gjaku I Jezu Krishtit është na fal nga mëkatet. Edhe kemi shumë nevojë. Edhe doja vëllezër të dashur atë që thot tash më përpara doja të lexoja shumë gjëra mund të lexoj, por koha është e pakët, doja të lexoj vetëm një varg, është nga letra e apostullit Paul, I letra e parë e apostullit, I drejton Timoteut. Doja vëllezër të dashur të lexoj nga kapitulli I parë, rrjedhë 15. Kjo fjalë është e besueshme dhe e denjë për ta pranuar plotësisht. Që Krishti Jezus erdhi në këtë botë për të shpëtuar mëkatarët, ndër të cilit unë jam I pari. Fjalë e një personi I cili vëllezër të dashur para se të besonte, ishte kundër të besimit, ndihte besimtarët, ndihte kishën e Zotit, ndihte të tërë ata njerëzit që predikonin Jezu Krishtin, kish urdhër nga të lartit, të mirte, të burgoste, të detyronte të flisnin kundër Jezusit, një njeri me zell për Zotin, por nuk e kish njohur kur Zotin vëllezër të dashur. Edhe njerëz të tillë ekzistojnë shumë në këtë botë. Kam takuar në jetën time shumë njerëz, edhe shqiptar, por edhe grek, që duan shumë Zotin. Jo se dëgjojnë që të mallkohesh Zotin e zer, mund të godasë, mund të vrasë, por I thonë. Sepse në zemrën e tij nuk mund të pranojë të shajë dikur Zotin. Edhe duan Zotin. E kur vinë ose Paska ose festa të tjera, I japin rëndësi atyre festave. Por e vërteta është vëllezër të dashur nuk kanë atë kuptimin e duhur që do Zoti të ketë se fili. Jezu Krishti para se të kryqëzohej në lutjen e tij, I lut Atit edhe tha në atë lutje diçka. Në kapitullin 17 e Evangjelit sipas Gjonit, rrjedhë 3. Kjo është jeta e përjetshme e valla. Të të njohin ty Perëndinë e vetme. Në radhë parë ty të njohin ty o Zot njerëzit. Ua, edhe atë të cilin ti dërgove si shpëtimtar I kësaj bote. Edhe shumë e nevojshme vëllezër të dashur që njerëzimi I sotshëm të njohë Jezu Krishtin, të njohë Perëndinë. Është diçka shumë e keqe se shumë njerëz jetojnë në të botë sikur nuk ekziston Zoti. Si nuk ekziston jeta e përjetshme. Edhe shikoj njerëzit si jetojnë sot e për sot, të thesarët e tyre janë vetëm në të botë, edhe do I vëmë dhe Zotit, do vëmë dhe ato Zotit, por nuk I kanë atë diturinë e plotë, do thosh ashtu si erdhi Zoti në jetën tonë, na shpalli jetën e përjetshme vëllezër të dashur. Apostulli Paul ishte, si thash, shumë I përsosur në pas
të fesë që ekzistonte në asaj kohë, judeizmi, ishte i përsosur, i dinte të tëra përmend dhe të dashur. Po ti thoshe ku thotë këtë në librin e Zotit, ta thosh është atje, e ta thosh komplet, i dinte të tëra janë përmend. Ish më i miri në moshën e tij, ish më i miri apostulli Paul, nuk ishte tjetër t'ja kalonte. I dinte shumë gjëra. Edhe çfarëdo që bënte, vëllezër të dashur e bënte me zel, por si tham nuk ishte njohur dashurinë e Perëndisë. E tëra gjërat ndryshojnë vëllezër të dashur tek një njeri kur vin Jezu Krishti në jetën e tij. Sado i mirë të jetë njeriu, nëse nuk vin Jezu Krishti në jetën e tij, ekziston vetëm si një njeri i mirë. Po ndryshimin e dikujt çdo njeriu në jetën e tij e bën Jezu Krishti. Edhe apostulli Paul nuk harron kur vëllezër të dashur atë takimin e parë me Jezu Krishtin. Edhe mira është mos ta harrojmë dhe neve. Kujto sot motër, kujto sot vlla, kush ishte takimi i parë i jot me Jezu Krishtin. Nuk do ta harroj kur, për veten time e them disa herë mos ta harroj, ishte data 17 dhjetori vitit 2000, dita e diel, kur për herë të parë më folën për Jezusin, më morja i vllajt, tha do të vëm në një kishta të vesh, të vëm të dëgjosh fjalën e Zotit. Nuk e diskutova fare vëllezër të dashur. Si puna atij që ka etje shumë për ujë, e thot dikush është një burim atje, do të vesh të pim ujë. Ai nuk e diskuton fare sepse e shikon që ka etje të madhe, edhe shpirti im kishte etje shumë të madhe vëllezër të dashur për Jezu Krishtin, por nuk mundesha të shuaj atë etjen me çdo gjë që bën në jetën time. E beja kryqit. Kudo që vija, nuk gjeja atë që erdhi Jezusi më dha dhuratën më të madhe në jetën time. Edhe apostulli Paul, duke shkruar këtë letër nxënësit e tij, edhe thotë me pak fjalë, kjo fjalë është e besueshme dhe e denjë për ta pranuar plotësisht. Fjala e Perëndisë është e besueshme dhe e denjë për ta pranuar çdo njeri plotësisht. Edhe nuk duhet kemi vëllezër të dashur asnjë lloj dyshimi për fjalën e Perëndisë. Nëse njeriu nuk është i bindur që Bibla është e vërteta, nuk mundet ta jetojë. Nëse njeriu nuk është i bindur që Perëndia, vëllezër të dashur, fol ndërmjet apostujve, ndërmjet njerëzve dhe këto janë fjalët e Perëndisë, nuk mundet t'i zbatojnë në jetën e tyre. Apostulli Paul, duke dërguar një letër tek kisha e mbajmend mirë në Salonik, i tha, gëzojmë për ju, thot, sepse e pranuan fjalën, thot, si fjalë Perëndie ashtu siç është. Duke ditur se cili prej neve të dashur në momentin që lexojmë Biblën, fjalën e Zotit duhet ta pranojmë si fjalën e Perëndisë. Atëherë njeriu bëhet më serioz me gjërat e Zotit, i merr më mirë në zemrën e tyre, sepse nëse shikojmë vëllezër të dashur, këto i shkruajti Pali, këto i shkruajti Luka ose Mateu, atëherë vëllezër të dashur mundet mos i marrin ai shumë serioz janë gjërat, por çfarëdo që thotë Bibla është e besueshme, është e drejtë, është e vërteta e vetme vëllezër të dashur. Edhe njëkohësisht sot ne lexojmë këtu fjalën e Zotit në Tiranë. Në këtë ditë, në tërë vendet të botës do thosha lexohet fjala e Perëndisë vëllezër të dashur. Është diçka shumë e madhe kjo gjë, sepse fjala e Perëndisë është si punë e diellit. Ky dielli që ndriçon neve këtu sot në Tiranë, ngro e ndriçon shumë njerëz në vende të tjera të botës vëllezër të dashur. Fjala e Perëndisë është si punë ato rrezet e diellit që ndriçojnë dhe hyn, edhe një vrymë e vogël të jetë, hyn ajo fjala, hyn ai diell, e njëjta gjë është hyn dhe fjala e Zotit. Edhe duhet kemi atë dritën në jetën tonë vëllezër të dashur. Sa më shumë dritë kemi në jetën tonë, më shumë do ndriçojmë sa do i errësira të jetë e madhe. Dhe mora një mësim të madh, këto ditë aty tek shtëpia, u errësuar, nuk kishim drita tek shtëpia dhe kishim një projektor të madh, edhe më thotë çuni baba shiko, thotë sa ndriçon, thotë, e drejtojnë errësira e madhe, e ndriçon dhe vëllezër të dashur aq shumë, edhe kuptova diçka. Dritën nuk e frikson errësira, por errësira
frikësojmë nga drita. Nuk duhet kemi frikën e errësirës. Sa më shumë errësirë të ekzistojë, drita më shumë ndriçimi e vëllezër të dashur. Jetojmë në këtë botë, në këtë fazë të kësaj jete që jetojmë. Njerëzit po bën, ai që nuk beson po rriten ata njerëz që nuk besojnë. Ai keq i bëhet më i keq. I paullshëm i bëhet i paullshëm. Mëkatari bëhet më mëkatar. Por kemi dhe neve vëllezër të dashur të drejtën të bëhemi më të shenjtë, më të pastër. T'i afrohemi Zotit më shumë akoma. Nuk mundet na pengoj asnjëri nëse ne duam t'i afrohemi Zotit. Kemi shumë shembull te Bibla. Merrni shembull ata në Babilon, Danieli me shokët e tij. I ekzistonte një sistem vëllezër dashur që nuk ishte kush do beson, kush do nuk beson, nuk ishte ajo liria që kemi sot neve erdhëm, secili atje nga erdhi, nuk na pegoi asnjëri sot të vinë në kish, atëherë nuk ekzistoni diçka të tillë vëllezër dashur. Atëherë ai që besonte duhet kish marrë parasysh se mund të mbasti jetën. E dim qa prove erdhi tek ata 3 çunat, te ata 3 vëllezër tanë, kur e mbreke se në koj bëri atë ikonën e madhe, edhe urdhi ishte për të tërë njerëz, nuk shtupesh na njëri na i urdhër. Ai që nuk përulet, në momentin që do të quhet buria, do hidhet në flak. Ata vëllezër të dashur ishin marrë një vendim, nuk e morën besoj atë vendimin në ato momente. Nuk e morën atë vendimin në ato qaste. Qa do bëjmë? Do përulemi? S'do përulemi? Ata kishin marrë vendimin që atëherë kur dhanë zemrën te Zoti vëllezër të dashur. Edhe neve nuk kemi të diskutojmë, ta ndjekim Zotin, s'do ta ndjekim Zotin, do hecim me Zotin, s'do hecim me Zotin. Besoj në momentin që u pagëzuam në emër të Atit, të Birit e Frymës së Shenjtë, morëm një vendim atje. Dham një premtim te Zoti vëllezër të dashur. Unë po pagëzoj në emër tënd, në emër të Atit, Birit e Frymës së Shenjtë. Marr një vendim për të jetën time, që të ndjek, çfarë do që të vinë në jetën time. Fatkeqësi, uri, sëmundje, ndjekje, unë dua të ndjek në çdo hap të jetës time. Edhe ai atë vendim, atë dëshminë që dha në ato momente vëllezër të dashur, duhet ta mbajmë në zemrat tona. Edhe ata vëllezërit e ta nuk u përulën, nuk e donin as vetveten e tyre më shumë se Zoti, por desin Zotin më shumë se vetveten e tyre. Edhe vin njeriu në këto rrugëryq vëllezër të dashur. Edhe duhet të vendosë njeriu. Ka do marri, djathtas, majtas, para, mbrapa, nga do marri. Vëllezër të dashur e din ka rrugë duhet të marrë në jetën tonë. Shumë më pyet dikush çfarë të bëj, një zemë në zemrat tona besoj na flet të tërë. Kjo është rruga e vërtetë. Kjo është rruga e drejtë. Hes në rrugën e drejtë. Vëllezër të dashur, ata që ecën atë rrugë, në fund asaj rruge do shikojnë e do përqafojnë shpëtimtarin e tyre. Çdo rrugë ka një mbarim. Rruga e Jezusit, hapat e Jezusit na drejtojnë atij vëllezër të dashur. Të pranojmë fjalën e Zotit. Të jemi të bitur për fjalën e Zotit. Edhe besoj se kur jemi tepër të bitur, 100% të bindur për fjalën e Zotit, mund të flasim edhe të tjerët me shumë bindje. Çfarë që të na thonë tjerët, si për shembull po pyesësh fëmijë, kush janë prindërit e tu, e dim kush janë prindërit e tyre. Nuk e diskutojnë fare, edhe nuk pranojnë asnjë lloj muhabeti. Prandaj edhe ne vëllezër dashur nuk duhet pranojmë dhe nuk duhet të dyshojmë për atë që kemi dëshmuar. Nuk duhet të dyshojmë në vetveten tonë. Për shembull se diçka ndodhi në jetën tonë. Besimi ul, erdhën probleme të ndryshme, por të kujtojmë vëllezër të dashur si fillua me Jezusin. Premtimet e tij në jetën tonë. Mos i harrojmë kur larti Zotit vëllezër të dashur. Apostulli parë, përveç se tëra tjerave që di shumë mirë çfarë bëri Jezusi në jetën e tij, që shëroi, kur e pali Jezusin vëllezër të dashur, ishte ora rreth 12 e ditës. Dielli ishte i fortë. Por ajo dritë që u shpall në ato momente Saulit, palit, e verbosi vëllezër të dashur. Ajo dritë që pa në ato momente ishte shumë e ndryshme, më e madhe se sa dielli. Nuk i harroj këto, por këtu te ky vargu tregon diçka që është diçka tepër e rëndësishme vëllezër të dashur. Që nuk duhet ta harrojmë kurrë. Nuk thotë që Jezusi erdhi në këtë botë që të shërojë njerëzit nga sëmundjet,
të bëj këtë, të bëj shumë gjëra, që Krishti Jezus erdhi në këtë botë për të shpëtuar mëkatarët. E kuptoj, edhe kjo është kuptimi i ardhjes Jezu Krishtit në këtë botë e zërdashur. Shumë njerëzit e pranojnë Jezusin, duan Zotin për t'i bërë të tëra ato kërkesat e tyre. Njëherë për një njeri, 4 veta, i cili nuk heste, kishte një problem shumë me shëndetin. Sepse ke shumë njerëz hapën që ati në lak edhe e zbritën. Edhe Jezusi i bën një pyetje atyre vëllezër të dashur, edhe i thotë, kush është më e lehtë thotë të thërë? Shëro, merë krevatin tënde dhe hec, apo t'i them të falë mëkatet e tua? Heshti Jezusi në ato momente. Nuk u përgjigj asnjëherë vëllezër të dashur. Por Jezusi vëllezër të dashur mos ta harrojmë erdhi në këtë botë për të shpëtuar mëkatarët. E në qoftë se ka shpëtuar Zoti, ti je i gëzuar sot. Në qoftë se Zoti të ka falë mëkatet e tua, ti je shumë i lumtur sot. Në qoftë se e ndjen atë gjakun Jezu Krishtit të pastrojë shpirtin tënd, ta falenderosh Zotin sot. Edhe ti edhe unë. Apostolli Pale merr personalisht ardhin e Jezusit. Shikon, sikur ekzistonte vetëm ai në këtë botë, e thotë, i pari jam unë atë. E bën veten e tij vëllezër të dashur, e ndjen mëkatin e tij. Akoma do thosha, të tërë ato që bëri kundër kishës, të tërë ato që bëri kundër vëllezërve, e nuk harron kur kush ishte e kush e bëri Jezusi. Nuk duhet të harrojmë kur vëllezër, kur shisim para se na triste Zot, ku na gjeti Jezusi. Edhe ajo gjë vëllezër dashur na mbush zemrën plot me gëzim. Në qoftë se si e mirë sot, mos qaj, sepse nuk janë plotësuar dëshirat e tua. Mos qaj për atë, të lutem. Mendo ku ishe, sa herë ka falur Zoti deri më sot, të mbushë zemra jote me gëzim. Në qoftë se ke një pesë në zemrën tënde, ik poshtë krykit edhe kërkoj gjakun e Jezu Krishtit të pastrojë edhe një herë. Ai gjak derdhet edhe sot. Ka të njëjtën fuqi edhe sot, që të na falë, të na pastrojë, të na shenjtërojë, të na zbardhë vëllezërit e mi zemrat tona, sepse luma ata njerëz tot që do kenë zemrën e pastër, sepse ata do shikojnë Perëndin. Me një mëkat nuk mundet të hyjë në qell. Me një sëmundje mundet të hyjë. Prandaj vëllezër dashur, atë parë do kërkoj pretërinë e Perëndis, e drejtësinë e saj, na falë Zoti nga çdo gjë, na pastroj, edhe mos ta bëj për vete këtë sekret, do thosha edhe mbaroj, por ta themi kudo që Jezu Krishti erdhi në këtë botë që të shpëtojnë mëkatarët. Nuk ka rëndësi sa i mëkat është pjeti fotokat, jam shumë mëkatar. Nuk ka rëndësi. Atje ku mëkati ishte i madh, hiri Perëndis, ishte shumë i madh akoma vëllezër dashur. Edhe nuk ka mëkat të cilin mund mos ta fali Jezusi. Sepse ai vdiq për këtë arsye për mëkatet tona. Ju uroj nga zemra të jeni një dritur në Tiranë, të jeni aromë Krishtit në Tiranë, edhe të flasim për ata vëllezër dashur. Çfarë është për të bërë Zoti për ne e bën. Tani është rradha jonë. Vëllezër të dashur, mos harrojmë kur dashurinë e Tij. Amin.